studio, gati për të gatuar në këtë ditë të premte. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e Ditë të mbarë ka ty. Faleminderit gjithashtu edhe për ty. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashura anvisa, ja erdhi e premtja, dita e fundit për ne e javës dhe sugjerimi i fundit që neve kemi menduar sot, pse jo, mos të bëni, do me thënë sigurisht bukën neve u kemi treguar mënyrën se si bëhet, ne e bëm prapë këtu në studio në mëngjes, herët, dhe menduam sot jo kështu ta konsumojmë me gjellë, me kështu gjërash, mendojmë ta bëjmë të mbushur të bukën. Dhe me çfarë do ta mbushim? Me çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi? Ndonjë spec, ndonjë domate, qep. Unë kam përzgjedhur këtu për të shtuar edhe kërpudha. Do t'i hedhë sallam, fileto pule, pak mish nëse ju ka ngelur, do me thënë i pjekur dhe doni, do me thënë që është dëshira juaj. Gjithashtu, djath, pak djath të bardhë tek pjesa e domates, djath të verdh, qoftë pice, qoftë çdo lloj djathi. Pra një mix djathrash do thoshja. Gjithashtu kam një lugë mustar, 2 lugë gjarp, pak vaj, krip edhe piper. Pra këto janë përbërësit që unë kam menduar për të mbushur bukën dhe nuk është thjesht se do ta mbushim, po kjo buka pasaj është një bukë që ne kalojmë vaktin si tuash, edhe në drek mund ta përdorim me një supë. Duke patur të mbushur, kemi edhe një supë të lehtë se ka të më la porosit të ndes sobën dhe i thash kur të fillojmë, po ndërkohë erdhi momenti. Shiko tani, neve kemi menduar, jo. Ne këtë bukën do ta presim dhe bëjmë kështu si me kapak? Do ta gryejmë? Do ta gryejmë, do hapim një kapak, do heqim pjesën e tullit, që pjesën e tullit e bëjmë papare. Një gjë, për shembull. Ose bëjmë, si thua, bukë të thekur, që themi neve kruton, ose dikur që neve e bëni me vaj edhe me sheqer. Ajo që skuqej? Ua, sa kam pangrona ashtu. Pra, ka mënyra të ndryshme për të ashtu, nuk është se na... Brumë qoftesh, edhe aty më. Bravo, e mbajmë për të përgatitur qoftet. Po neve do bëjmë qebap me që e zure në gojë pjesën e qofteve, me filetot e pulës, dhe do të kemi edhe pak nga pjesa e jam qëngji, them unë. Pak, sepse e ashtu, se filetoja faktikisht është shumë e thatë. Edhe do diçka që ta shijoj dhe t'i japi pak si thua lagështirë dhe yndyrë, përveç se qepës edhe majdanozit, edhe një si thua lugë mix erzash, duke i shtuar brenda dhe i grinin një makinë grisë vetë në shtëpi, është ajo që neve themi kur marrim një pulë, edhe unë, për shembull kur marr pulën, e ndaj që do të thotë, pjesët e kofshëve përgatisë një tavë me patate, di unë për shembull, ose një oriza, një gjë tjetër. Pjesën e gjoksit, filetos, i mbaj dhe i bëj diçka e tillë për shembull. Ka edhe këto kotorleta. Ka mënyra të ndryshme, nuk është se schnitzel. Janë gatime të ndryshme që mund t'i përdorim. Kështu me një pulë bëm 3 gatime. Edhe pjesët e kockave, të gjoksit dhe këtoj që heqim pjesët e kockave, i zim dhe përgatisim supë. Ja, kështu. Kështu që... Ma me një punë 3 gatima, po do t'jenë që ke madhe e pula. Po mirë, shiko tani, themi e flasim në mënyrë ekonomike, tani kush e ka mundësinë edhe mund të hajë një pulë një herësh, një vakt, edhe kryen, po, me qënë se kemi fundjavër për para. Nuk është dhe më e mire të mirave që të konsumojmë kaj shumë mish, kupton? Mirë është që mishin neve ta konsumojmë me perime të ndryshme, tani që janë koha e verës, me mënyra të ndryshme, me salatra e me tjera. Atëherë Janila na e ngroj këtu dhe faktikisht unë këto perime që do të hedhë brenda, do t'i zbut pak, që të më marrin edhe shije. E grimneve qepën sa thamë gjithë këtu. Për pjesën e pulës. Do të gri këtu edhe specin, kërpudhat, pra do t'i zbut këto perimet. Veç domatin që do t'a lëm kështu si që është të freskët, këto të tjera do t'i zbusim. Marim edhe kërpudhat, po faktikisht do të filloj me specat faktikisht. Kemi speca me ngjyra të ndryshme. Dhe me njerë sa po qepa të filloj të skuqet, do vijoj më tej me pjesën e përbërësve të tjerë që do t'i duhet bukës për të mbushur. Ne bukën e kemi bërë më herët, ka nevojë ta tregojmë se si e kemi bërë, apo kemi në YouTube receta buke plot? Kemi në YouTube, po është ajo buka që e kam bërë dhe kam vendosur në frigorifer. Ai varianti është, po është ai varianti. Unë e përdor, do me thënë, këtë variant sepse më jep rezultat edhe e pjek në tenxhere. Ashtu si që kam treguar tenxhere me kapak, ose nëse keni tavë me kapak, është e njëjta gjë, por zakonisht
janë më shumë këto tenxheret, janë shumë me rezultat. Po, se del edhe buka kështu si e thellë. Sidomos kur duhet të mbushet, duhet të jetë pak me lartësi, se duhet të ketë atë hapësirën e nevojshme që të mbushet më pas. Është shumë e thjeshtë, rreth 1 kilogram miell që do të hidhni, edhe do të shtoni pastaj një lugë të supës maja, edhe një lugë të supës sheqer. Këto i hidhi fillimisht miellin, sheqerin edhe majan, e hidhi një herë, domethënë në fillim fare. Pastaj e përzjeni dhe shtoni një lugë të çajit krip. Nuk është se hedhun kaq shumë krip, aq është mjaftueshëm. Po. E trazojmë dhe pastaj shtojmë ujin. Shtojmë ujin derisa të bëhet një brum më i butë se brumi i zakonshëm i bukës. Po. Kjo merr rreth 850 ml, domethënë merr më tepër ujë se sa i zakonshëm. Ktu. Kështu që edhe e trazojmë, e mbulojmë me një membran kuzhinë, e vendosim në frigorifer në darkë dhe në mëngjes e heqim, e mbledhim dhe vendosim në tenxhere. Nuk ka nevojë që ta lëm pastaj që të vi. E fusim në furrë, ndezim furrën në temperaturë 220 gradë dhe i lëm që të bëhet rreth 40-45 minuta dhe do ta keni gati. Kështu siç e kemi ne tani për momentin. E mbuloni me një pecet kuzhinë kur e nxirni dhe ja ku është buka që ne kemi përgatitur. Dhe kështu kursejmë edhe atë pjesën e pritjes nëse do të bëjmë bukën e ardhur. Kati tha pak më herët që bukët ne na qëllojnë gjithmonë të na dalin fantastike, jo vetëm bukët, byreqet, fitet, fetullat, gjithçka që bëjmë me miellin Ola, sepse ajo që themi gjithmonë është se ne vërtet gatuajmë, vërtet shpenzojmë shumë, duhet thënë shqiptarët për ushqime, por duhet të dimë çfarë zgjedhim, ndaj për të kushtyer, për të qenë ekonomik, për të parë pak edhe çmimet në raport me cilësinë, ne kemi propozimin më të mirë që vjen nga kompania Atlas dhe është pikërisht mielli Ola, që jemi duke e parë së bashku në ekran tani, ku sigurisht mielli për çdo përdorim besoj është ai më i shpeshti që të gjithë ne blejmë, sepse gjen hapësirë në të gjitha recetat të kripëra, të ëmbla, në bukë, në brumra të ndryshëm, në byreqe etj, por pa diskutim që kompania Atlas ju vjen në ndihmë edhe me variante të tjera të miellit, duke ndryshuar kështu ngjyrën e paketimit dhe në çdo ambalazh ju keni edhe emërtimin për katës të miellit, që tek mielli i thekrës, mielli për ballokume, mielli i misrit, i bardhë apo i verdhë, mielli farin up, që siç e keni parë edhe në studio kemi gatuar her pas here ëmbëlsira apo kek të ndryshëm, sepse përtej miellit ka në brendësinë e tij edhe përbërës të tjerë, si pra janë përzierje të gatshme për kek siç e shikoni, ndërkohë aty në të njëjtën kohë shikoni dhe gramaturën. Paketimi i Olës jo vetëm që vjen shumë cilësor, sepse nuk është në letër, po ju besoj e dalloni edhe nga zhurma, që është në këtë paketimin që ruan lagështirën, e ruan nga drita, e ruan nga insektet të ndryshme që mund të ndodhen në raftet tona të frigoriferit, dhe gjithashtu ju lehtëson nëse nuk jeni mirë me sy për të respektuar gramaturat, sepse pas qeses keni gjithashtu edhe në gram ai sa ju doni të përdorni. Kështu që gatuani njësoj si ne dhe jo vetëm me Ola. Për të jetuar shëndetshëm, për të marrë vlerat ushqyese që na duhen në çdo ditë, veza është e pandashme. Edhe në këshillat që her pas here marrim nga mjek, nga nutricionist, ju e dini që në çdo dietë ushqyese, edhe nëse është e kufizuar në elemente të tjera apo në produkte të tjera, veza është gjithmonë aty. Në çdo orar të ditës, në çdo vakt të ditës mund të konsumohet, sepse përftojmë pa diskutim atë proteinën që është e domosdoshme dhe një sër vlerash të tjera ushqyese. Ndaj veza O Vital 100% shqiptare na e mundson këtë gjë, duke ardhur gjithashtu në treg, duke ju përshtatur kërkesave tuaja në paketim 8, 10 apo 15 kokrash, në ngjyrë të bardhë apo të kuqe, siç themi gjithmonë, në çfarëdo lloj paketimi që ju zgjidhni mjafton të ketë logon O Vital dhe cilësia është e garantuar. Dhe në fund fare, për të sjell gëzim, siç themi gjithmonë, që na e sjell Aja, me salçiçe të Vudi që sjell në treg, që janë shumë të shijshme, janë të sigurta, janë të preferuara nga e gjithë familja, dhe ajo që e kam me dëshirë ta them gjithmonë, duke ditur se sa shumë i duan fëmijët, mund t'i keni aty për të përgatitur vaktet e shpejta të ditës. Ja kësaj bukës sot, për shembull, mund t'i shtoni edhe salçiçe Vudi brenda dhe do të bëjë përsëri shumë e shijshme. Kemi ca bukë të stërgjatura që ti ka. Kemi ca bukë të stërgjatura, ku i kemi? Të ka tepruar brumë ty? Po,
I bërë një dy që ti kemi për të treguar ato qebapë që do bëjnë si qebap, do të tregojmë pak më vonë. Ndërkohë që Anila do të tregoj, jo, s'ka problem, sepse dhe unë bëra punë. Pastruam pjesën e kërpudhave, pjesën e jashtme, shikoni do me thënë, është e pastër më tani. Ka ngelur një kështu. Jo, është në rregull. Dhe e presim në fetza këtë tani, pasi kjo nuk do shumë kohë që të bëhet gati. Kjo është proteinë bimore. Pa. Hedhim dhe kërpudhat. I zbutim pak. Tek to kemi hedhur kripe dhe piper pak më përpara. Këtu kam një spec djegës. Nëse doni, mundet edhe ta shtoni. Nëse ju pëlqen, mua më pëlqen faktikisht edhe hedh. Nëse keni probleme me shëndetin, stomakun apo diun ndonjë gjë tjetër, mundet edhe mos ta hedhni. Po kjo lloj speci nuk është se jep shumë atë shijen pikante, jep aq sa duhet. E përzihem, që të na zbutet, edhe e afroj këtu tani. Se aq duan këto, se do kalojnë edhe në furrë pastaj që të na bëjnë gati, por përfundojnë faktikisht pothuajse këtu, sepse në furrë një bashkim do të bëhet, edhe si këtu është një lidhje e ngrohtë, sikur e vendosim për të thekur, edhe të lidhen të gjitha bashkë me pjesën e djathit që të shkri djathi. Ai duan, prandaj neve bëjmë këtë kavërdisjen e parë të perimeve, edhe do të shtojmë këtu tani në cep edhe pjesën e këtyre salamve, që të na zbuten edhe këtu, të thekërohen, edhe të nxjerrin shije. Ndërkohë i lëm edhe këtu në cep, edhe këtu kemi gati. Tani, për pjesën e domates, bëjmë do me thënë pastrimin edhe të domates. Nga farat, apo? Nga lëkura, jo, nga lëkura nuk ka nevojë, thjesht heqim këtë pjesë, do me thënë të panevojshme. Edhe i presim në kubik këto. Nuk ka nevojë, në sopza të mëdhaja. Ja, në kubik të tillë. Ta presim edhe këtë tjetër. Ndërkohë dhe pak do t'i kemi gati. Edhe pak dhe do t'jem gati faktikisht ashtu si shtuani. Dhe fillojmë edhe bëjmë mbushjen e bukës. Dhe në këtë momente që ne vazhdojmë duke bërë gati përgatitjet, le t'i hedhim një sy ekranit dhe lexojmë së bashku recetat e ditës së sotme. Jemi duke përgatitur një bukë të mbushur për të cilën na duhen një bukë, 2 kërpudha, gjysmë qep, 1 spec, 2 domate, salam lukanik ose copë zamishi, 1 lugë mustard, 2 lugë gjalp, 100 gram djath pice, borzilok, rozmarin, rigon, majdanoz, krip edhe piper. Kjo është e gjithë receta e bukës të mbushur. Ndërkohë, receta tjetër shumë e shishme që mund të përgatisni edhe për gjatë fundjavës që kemi përpara, ndaj hidhini një sy, shikoni edhe se si ne do ta gatuajmë dhe si do të jetë rezultati final, dhe nëse ju duket interesante, mund të gatuani gjatë fundjavës për familjarët tuaj një qebap pule. Na duhen 2 fileto pule, na duhet dhjan qengji, 1 qep, 1 tufës majdanoz, 1 lugë mix erzash dhe 2 lugë vaj. Është e thjeshtë ta mendosh, nuk është se kemi shumë përbërës, pra mishin edhe qepën, pastaj të tjerat janë pothuajse gjithmonë pjesë e shtëpisë, janë erzat e ndryshme. Sallat me patullxhan dhe speca të pjekura, sërish një pjatë që shijon shumë, një mesore sigurisht, është bashkëshoqëruese recetave të tjera të ditës, dhe na duhen 4 spec, 2 patullxhan, 10 ullinj, 3 thelpinj hudhra, uthull limoni, vaj, djath parmigiano, majdanoz, krip edhe piper. Gjysmën e kësaj recetës Katja e ka bërë gati duke pjekur një pjesë të perimeve, pra të patullxhanëve të specave. Sigurisht që do duhet të bëhet më pas bashkimit të gjithave së bashku, pastrimi i tyre nëse do t'i bëjmë në copëza apo jo. Pra thjesht i kemi pjekur. Thjesht i kam pjekur dhe do t'rregoj se si i kemi pjekur. Unë i kam vendosur në furrë, i kam spërkatur me pak vaj, me krip dhe kam vendosur në furrë që të piqen. Shumë mirë. Dhe tani ajo është mirë mbasi heqim, me qenë se e kapi Anila këtë bisedë. Kur i heqim nga furra, e mbuloj me një kapak, aty ku janë, me një membran,
i heqim i vënë në një enë tjetër dhe përsëri të mbuluara me qëllim që të zbuten dhe të hiqet shumë kollaj, më falni, pjesa e lëkurës. Pastrojnë, shiko se sa lehtë pastrojnë pastaj, hiqet vetë. Nuk ka nevojë. Në ndihmon kjo gjëja. I heqim, gjë që do ta bëjmë pak më vonë, ndoshta në pushim. Po, pse jo, edhe i sjellim gati. Mënyrën se janë këtu kur janë treguar. Nuk është ndonjë gjë për të. Që duhet parë me se s'bën. Janë gjëra të thjeshta, të kuptueshme. Po. Atëherë, pasi edhe pjesa e sallamit është bërë gati, do t'i hedh edhe pak rigon, nëse doni mund t'i shtoni faktikisht, i shkon. Edhe keni gati. Si shikoni, nuk kemi hedhur shumë i ndyrë, pak i ndyrë, sepse do shtojmë pak i ndyrë tjetër tek pjesa e bukës. Tani këtë e kemi gati neve këtë masën, e lëm këtu. Edhe domatet i kemi prerë. Edhe domatet i kemi prerë, po domatet tani do na duhen në këtë moment. Atëherë, marrim bukën edhe e fillojmë e presim kështu fillimisht. Na ndihmon më mirë kështu. Për ta shkëputur. Po, që të shkëputur, do të thënë ka pak unë. Se sa ta bëjmë kështu. Unë ashtu do ta bëja. Instinktivisht mendja më shkoi. Shiko, këtë e heqim në pjesën këtu tani. Edhe pastrojmë nga Pastrojmë këtë, ka pakun edhe na duhet, edhe s'na duhet. Por mundohemi tani me pjesën. Buka është e ngrohtë ende? Ende, po. Shoh që ndryshon avu. Po, është e nxehtë akoma. Tani me një lugë. Ta marrim ne një lugë. Pra do të krijojmë një. Hekim pjesën e tullit. E shikoj se sa edhe tulli. Shumë i mirë është bërë. Është një tull shumë i mirë. Ende neve kemi të nxehtë bukën. Po se het. Edhe e kam bërë me dy lloj miellash, integral edhe miell për të gjitha përdorimet. Më pëlqen ajo buka që të bëhet në këtë mënyrë gjithmonë. Po më thuaj Anila. Jo, po të thojaj që ne jemi në minutën e fundit të kësaj pjesës së parë, kështu që ndoshta vazhdimin do të ishte mirë ta bënim. Mirë ishte ta bënim, ta tregonim faktikisht. E vazhdojmë ku të kthehemi. Ja sa heqim neve pjesën e tullit, bëjmë një trana me këtë. Tham papare trana ç'është bëjmë. Na vajtim mendi. Po pra duke kujtuar receta tradicionale tani. Shiko sa tull që kishim, sepse kemi dhe të madhe bukën. Tani këto nuk po i heq, ja dhe këtë pjesën këtu. Ose bukë është ajo, le të ketë pak copza brenda se shije i jep. Tani këtë neve do ta lyejmë, ta heqim se duam që t'i kemi. Do ta lyejmë me gjalp apo? Do ta lyejmë me gjalp fillimisht. Edhe pastaj, pasi do ta kemi të lyer me gjalp, do të hedhim një pjesë të atyre, do të shtojmë edhe pak mustard. Ndoshta mustardën e hidhni edhe brenda tek ajo, domethënë që të shijojë. Pastaj do të hedhim domate, djathë të bardhë, në fund fare, këtë do të ndajmë në dy pjesë. Po mirë, do të tregojmë. Unë mendoj që duhet ta tregojmë. Po, më mirë të i presim, dhe ne pastrojmë patlıxhanët dhe këto që t'i kemi gati dhe i presim. Kemi të bëjmë domethënë në pushimin që nuk pushojmë. Shkojmë në publicitet, në fleshin informativ të orës 9:30. Mos u largoni, sepse duhet i shihni të gjitha rrethet deri në fund, se janë vërtet shumë interesante. Shumë punë kemi ende në kuzhinën tonë, kemi nisur me receta shumë të shijshme dhe do të vazhdojmë aty ku e kemi lënë me mbushjen e një buke të bërë vetë. Atëherë të dashura mvisa, siç e shikoni, kemi hequr pjesën e brendshme të tullit, që thamë që mund ta bëjmë në mënyra të ndryshme, nuk na shkon dëm. Tani jemi në momentin që do fillojmë për të bërë mbushjen e bukës. Dhe fillimisht unë do ta kemi gjalp në temperaturë të ambientit, dhe do të bëjmë lyerjen e bukës me gjalp. Se që do shijohet buka, është gjithë kjo bukë dhe do ham gjithë pjesart e familjes. Kjo dhe kështu mbushe me gjallë, theke në qikë. Mbushe me gjallë, theke me djathë. E di që kjo buka kështu duhet ta kesh bërë bestoj, është interesante, edhe kur jam të vogla për të servirë supën. Kryesisht është dimrore si recetë, po ju se nuk hajtë të tani. Jo, hajet. Më thënë, e thek pak më shumë bukën se shduhet dhe servirë supën aty brenda në vend të pjatës. Më pëlqen shumë. Janë bukë të vogla ato. Bukë të vogla, po. Edhe të thella. Këtë mund ta bësh me kështu, për shembull me supë kungulli, edhe mbush, edhe hedh brenda, bëj shumë e mirë. Tani, pasi kemi hedhur gjalpin, unë do t'i shtoj edhe pak mustard këtu, domethënë. I jep shumë shije. Edhe mustardën tjetër do ta hedhim edhe tek pjesa e mbushjes. Shiko si e bën tani, jeshil,
jenë Po, ngjyra. ajo nuk do duket, ka ti mos u lodh shumë, Jo, nuk se do është se mbushet. duket, po Thjesht ty të problemi pëlqen thjesht ideja më që është dhe e pëlqen bukur ideja. ndërka. Që dele bukur. Kjo është. Tani, i përzijem këto. Pra, hedhim pak, Hedhim një pjesë. duke marrë pak nga se cili përbërës, kemi specë të kuq, specë jeshil, kemi kërpudha, kemi copëza salami, Do t'i qep. hedhim djath. Sa mirë. Do t'i hedhim domate. Domaten e kemi të freskët. Të hedhim edhe këtë pjesën tjetër. Tani për punën e specit, nëse doni mund ta hiqni tani në moment që e hodhëm. Speci ndjegës. Po. Pas kemi domate neve bukën, duhet kishim bërë dhe më tepër mbushi. Nëse e dila jo, se do ishtorte djathin ka çka vallë në fund? Apo e kishe menduar që të rinte mbushja kështu si? Jo, s'ka gjë, është goxha djathë. Do ta kalojmë në furrë pastaj? Po, do vej në furrë tani kjo. Ka pak unë do ja përdorim më? Jo, nuk ja përdor, do ta lë kështu. Tani është tjetra që duan, për shembull këtu shtohet edhe vezë sy. Nëse duan, domethënë. Po, Po. është një çik si më tepër gjëra, domethënë. Por që shtohen. Ka edhe ato mënyra që shtohen. E do një çik djath kjo. Pastaj nuk është se është shumë, po nga që grihet, edhe duket sikur Ka shumë sasi. ja tani kështu. E kemi Sa e gati. bukur doli. Me këtë e vendos kështu në mes të tavolinës, për shembull, Pak vaj anash. te pjesa e korave. E pjek vaj. Shumë mirë. Në rregull. Tani kështu, Pa? neve të marrim atë tavën, Anila, se zota marrim, marrim. Vendose këtu trute. Edhe si që e kam e letrën unë që e kam nxjerrë edhe nga furra. E vendos këtu. Edhe vendosim në furrë. Tani në furrë një 10 minutë çdo, nuk do më tepër. Po. 10 minuta dhe është mjaftueshëm. Sepse buka është e pjekur. Po. E pjekur mbushja është e gatuar. Thjesht të shkrim 10-15 minuta, lërin edhe 15 që të bëhet tamam. Mos e kemi shumë lartë temperaturën, po na digjet Sa ja. është? Është në maksimum. Jo, ule tek 200. Okej. Atëre, këto i heqim neve këtej. Te 200, po duhet ta kontrollojmë se mos na digjet. Do fillojmë me cilën? Të ndezim këtë, Anila, E ndezur është. E ndeza çfarë? që të marri temperaturën dhe. Ka marr. Shikoja, madje mos ka marrë më shumë se ç'duhet. Dhe po do vendosësh filetot aty. Jo, po shiko tani si do bëjmë filetot. Se kjo është sallata që e kemi gati dhe e bëjmë në fund Po, fare. ajo vetëm bashkimin e gjërave do. Tani, këtu. Faleminderit, moj Anila. Të lutem. Tani, kemi fileto pule, kemi majdanoz, kemi mix therzesh, piper të kuq, qep, hudhër që mund ta përdorim kokër ose pluhur. Tani, për pjesën e filetos, unë kam hedhur një pjesë, e kam bërë gati. Këtu janë dhjemrat e, faktikisht të marrim një dras. Do t'i grish ti këto? Ta presim pak, po do ta grim. Që ti ndihmojmë, domethënë, të kenë mundësi. Edhe të marrim këtë drasën tjetër, t'i bëjmë këtu. Okej, domate kemi prerë me të. Dhe jemi gati për të nisur recetën e dytë. Hedhim fileton. Po, Tu kemi edhe kjo. fileto është dhe. Fileto është edhe kjo. Kjo është dhjam nga dhjam qëngji. Aha. Ti presim që të ndihmoj, domethënë të grihen lektas. Bën shumë të mira.
të shishme, edhe shien këto i japin shumë shije faktikisht. Kem dhe një copë Fileto, papre, po, edhe një sepse tjetër këtë e tjetër e kam grirë, unë thjesht vetëm fileto. Pra, ashtu do të E bëhet se s'na e merë e në E të ke ndarë gjithë. në 2 pjesë, okej. E kisha ndarë në 2 pjesë, sepse s'na e merë të gjithë ena, kështu që prandaj dhe ndam në 2 pjesë. Okej. Po e ndihmojmë kështu që Që të janë copëzat më të vogla. copëza më të vogla dhe të na ndihmojnë, domethënë të pritet më kollaj. Tani këtu Kemi qepën. të shtojmë edhe majdanos. Të gjitha aty, Po, të gjitha këtu. Edhe aty tek Të zgara? shumë e thjeshtë për të bërë. Këtu kemi mikserzash. Piper të kuq, speci. Ti hedhim edhe pak të lutem anila piper dhe krip. Po. Vaj të duhet, apo? Po, dhe pak vaj duhet Pra që se të- ndihmon një çik në... Edhe këto. Më falja, ti afrova kështu me gjithë. Edhe vaj. Tani do duhet i grim. Dhe me thënë, në bëjt si një brumë qoftesh. Po, brumë qofte, Po, është me punë. qebap janë këto. Ta shikojmë se mos ka nevoj që të ndihmohet me Po. pirun, do me thënë, që të grijet edhe pak. Edhe do ta kemi gati. Okej. Nëse ngelet në një pjesë damar, do me thënë nga pjesa e dhjamit, të heqin fare, nuk nëse na nuk është pengon, problem, okej. nëse na pengon, do me thënë. U bë. Besoj se duhet jetë gati. Ajo që ngelet, Do ta bashkoj me këtë pjesën po, tjetër? do ta bashkoj Do me me thënë, atë. pjesën e parë ke bluar E, pa po të erza, kemi pa... jenën e madhe, E bëjmë një herësh. bëjmë një herësh. Okej. Tani detyruar do bëjmë këtë bashkimin me pjesën tjetër. S'ka gjë, rëndësishme është që në fund njësoj do të dalë. Okej. Dhe kështu kemi bërë këtë brumin që do ta kalojmë në këtë zgarën, grillin, pra një tigan, nëse mund ta quajmë, tavë, që është posaçërisht për të pjekur. Thjesht do ta lyje me vaj atë? Po, Apo? pak me vaj edhe, me një furçe me vaj edhe është në rregull. E kuptoj. Okej. Do një çik punë kjo tani në përzierjen e kësaj se Po, sa të bëhet një masë e faktikisht gjitha. me dorë do kishte Me dorë mbaruar do duhet të puna. punojmë, po shiko ti formën me duar do t'ja japësh, besoj do e kapësh. Jo, nuk japim me luk. formë me dorë. Si do e bësh? Me Ja luk. do ta shtrojmë në ajo, Ah, ne e bëjmë njësh. njësh. Edhe do ta presim, do t'rregoj se si do ta bëjmë. Kështu që Ndërkohë, shohim pak recetat në ekran sa të mbarojmë me përpunimin e brumit. Bukë e mbushur është ajo që po përgatisim sot, e kemi vendosur në furrë, do ta shohim shumë shpejt se mos na bëhet gati, sepse donte shumë pak minuta për të përfunduar dhe na duhet një bukë, ne kemi bërë një bukë vet, na duhen 2 korpudha, gjysmë qep, 1 spec, 2 domate, sallam lukanik ose copëza mishi, 1 lugë mustar, 2 lugë gjalp, 100 gram djath pice, borzilok, rozmarin, rigon, majdanoz, krip edhe piper. Kjo është buka e mbushur. Qebap pule po bëjmë tani me 2 fileto pule me dhjam qengji, me 1 qep, 1 tufës majdanoz, 1 lugë mikserzash dhe 2 lugë vaj, të gjitha këto kalojnë në një mikser, grihen së bashku dhe krijojmë një brumë. E më pas për ta shoqëruar
Këtë recet mund t'i shtoni një salat me patlıcan dhe speca të pjekur, 4 speca dhe 2 patlıcan të pjekur më parë, me pak kripe dhe vaj ulliri, na duhen 10 ullinj, 3 thelpinj hudhra, uthull limoni, vaj, djath parmigiano, na duhet majdanoz, krip edhe piper. Këto janë të treja recetat e ditës së sotme. Kalojmë pak te Kati se është ky momenti që duhet ta shohim ku në të duhet doreza, besoj. Patjetër që më duhet doreza. E se s'ka që marrë këtë Me një pecet, okej. Pra do kryoj një... Nëse nuk kanë ambisa të tillë, kanë tigan që nuk ngjit. Po. Ose ndryshe pastaj do t'i bëjnë ashtu në formën e qebapit. Bëjnë shumë të shishme. Ajo pjesa e dhjamit të qëngjit e jep shumë shije. E lëm do me thënë që piket nga njëra anë. Kështu duhet bërë do më thënë, no? Me sa vëmendje po të shohim më Kati, po heshtje totale duke parë formën që po i japim. E ja, dhe pak që të piket do me thënë nga njëra anë, do të kthejmë edhe nga ana tjetër, do piqen, do t'i nxjerrim, do t'i vendosim në një pjatë, edhe do t'i servirim pastaj me bukë, me salckosi brenda, do me thënë me mënyra të ndryshme, mbushje. Se na kujtove bukën. Po. Ta nxjerrim, apo? Shikoj një. Kemi dhënë edhe një tjetër këtu. Se bukën e kemi... Ta heqim edhe këta Anila, se dhe kjo u separua. Po pra, mendoj se është gati. Dhe kjo buka e mbushur duhet të provuar. Mendoj që është formë shumë e këndshme edhe për fëmijët, nëse mund t'ja mbushni me ato përbërësit e tyre të preferuar. Staj mirë ka dalë. Ta lëm diku këtu. Ti hedhim pak majdanoz sipër. Ta vendosim në një pjasë. Marim një spatullë. Jam e këta. Ne o i kalojmë të gjitha gjërat në një krah, o të gjitha në krahun tjetër, do më thënë. Sot jemi... Okej. Shumë e bukur dole. Se ku kisha pak... Piper të kuq. Edhe... Majdanoz. E bërë si një vazo. Edhe do t'a lëm, duke shtuar. Dhe kemi gati këto. Shumë e bukur. Të lumë shënduar, Kati. Shumë e bukur ka dhe. Se e shishme po e po, besoj mbushjen ju e pantë se si e kemi bërë. Gjithsesi recetat e kishit në ekran. Tani faktikisht duhet hequr ajo letra, po... Po nuk ka gjë mirë. Pastaj është e nxehtë akoma, kështu që megjithatë, ajo është shumë e dukshme, se sa mirë ka dalë, janë letra duhet largohet, po është e gjitha e pjekur edhe në brëndësi, besoj e shihni. Atëherë, kebapët do t'i kthejmë nga krahu tjetër, me kujdes, sepse është mish i grirë. Kur them mish i grirë jo i gatshëm, por fileto e pulës e grirë, bashkë me erzat, kujtoj që kemi shtuar aty qep, majdanoz, kemi shtuar mix erzash, filetot e pulës, edhe dhjam nga mishi i qëngjit, për ta bërë pak më të yndyrshme dhe më të shishme. E lëm do me thënë i pikim edhe nga kjo, a? Dhe pastaj do t'i servirim në pjatë.
ku me këtë sallatën me perime të pjekura, do të shkonin shumë mirë. Shkon jashtëzakonisht shumë edhe shumë. Tani, sa të na bëhet ajo dhe nga Joan, faktikisht e fikim nuk ka nevojë për pjesën e furrës, të sobës. Më lër ta bëj unë. Fike e Nila, të lutem. Dhe ka lënë këtu. Nuk e marrë të drasën tjetër. Okej. Dhe tani, kalojmë tek sallata. Tham, i kemi pjekur, patlıcan dhe speca, në furrë. I kemi pastruar nga lëkura, të dyja. Kemi hudhër pluhur, kemi uthull, aceto besoj. Në shetrash. Aceto, po. Parmigiano të grirë, uri. Do t'i bëjmë së bashku, duke i kthyer në një sallatë që shijon shumë. Mund të shtojmë këtu edhe perime të tjera, besoj, kungull. Apo, jo? Po, atëre pastrojmë duart mirë edhe sigurisht thikën e këtu. I kemi të pastra për të filluar dhe për të treguar, domethënë. Çfarë do bëjmë? Marrim një pyro. Patlıcanët e pjekur, i presim dhe vendosim në pjatë. Okej. Duke kujtuar që jemi në 2 minutëshin e fundit. Por pothuajse i kemi të përfunduara gjërat. Marrim specat. Të njëjtën gjë edhe me specat. Tani, për punën e specave, duke shtuar edhe pak majdanos. Majdanos. Këtu kemi hudhër plur ose dhe hudhër të freskët. Mund të ngrini hudhër të freskët ose edhe hudhër plur. Sipas dëshirës. Ullin. Ndërkohë gati jemi duke shkuar drejt fundit, kështu që Ja, s'ka asnjë gjë, thjesht një përzierje. Marrim dhe një lupë që të na ndihmoj. Aceto. Okej. E hedhim edhe këtë këtu tek pjesa e patlıcanit. Këto ku do t'i vendosim kati? Tek ajo pjata atje. Këto. Djath. Okej. Shumë mirë, jam bërë nga të dyja krahët. Do vendosësh tjetër gjë këtu? Ti lë vend apo ti vë? Jo, nuk do vendosim as edhe një gjë tjetër. Thjesht ajo që do vendosim, kemi këtu për të vendosur këtë pjesën e pjesës jeshile. Edhe me këtë lugë. Kati, jemi në sekondat e fundit, nuk presim dot më, kështu që na ka mbetur thjesht i tregojmë pjatat e përfunduara. Okej. Ato dolën shumë të mira, Nila. Po, jemi në fund fare, shpejt. Të heqim këtu të afrojmë aty Mund afër. të donte ndonjë gjë kështu për Të laj zbukurim, pak po duart. nuk kemi shumë kohë. Dhe nuk po e zbukurojmë. Aromën e ka shumë të mirë, edhe shija besoj do t'jetë
Shihemi ka shumë të mirë, tani për pjesën e zbukurimit nuk është se... S'kemi kohë ta zbukurojmë, por e dini vetë si do ta shërbeni, mund ta shërbeni me patate, me oriz, me një sallatë shoqëruese. E heqim edhe letrën. Kati të lumshin duart. Hajde me mua të bëjmë mbyllje se është fundjavë dhe do shkëputemi për 2 ditë, por do të kemi në fundjavë, siç themi gjithmonë, recetat më të mira që kemi gatuar nga hëna në të premte. Unë të falenderoj për gjithë javën, për gatimet e sotme pa diskutim, të lumshin duart, të uroj një fundjavë të mbarë. Kënaqësi si gjithmonë që ndajmë këtë emision bashkë, je shumë e mirë, sigurisht që të them të drejtën një dhe një ndihmëse. Ja ka marrë dorën. Tani duhet kalosh ti mua nga panelit, më japësh një dorë në biseda. E shikoj që domethënë në momentet kritike të mia dora jote është ajo që jep. Po jo, është thjesht çështje kohe që na presionon, do mundohem të. Kështu që të falenderoj shumë përzemërsisht. Faleminderit dhe ju të dashur amisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur dhe mos hezitoni përgatisni familjet tuaja këto receta se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Janë gatime shumë të mira, të shijshme, edhe të shëndetshme, mund të them, sepse vërtet edhe ekonomike. Të lumshin duart, Kati, fundjavë të mbarë. Faleminderit, kënaqësi. Publicitet kemi tani, takohemi pastaj.